Brikena e shifte Ledionin me një ëmbëlsi që rrallëherë mund të përshkruhej me fjalë. Ishte një vështrim i butë, i ngrohtë, që mbante brenda gjithë kujtimet, mallin dhe ndjenjat e pashuara të një kohe tjetër. Sytë e saj nuk dinin të largoheshin prej tij, sikur çdo çast pa praninë e tij do të ishte i mangët, i paplot. Ajo e ndishte me shikim çdo lëvizje të tij, çdo buzëqeshje të lehtë që i dilte në cep të buzëve, çdo fjalë që ai thoshte me atë qetësinë që dikur e kishte bërë të dashurovej marrëzisht. Për Brikenën, Ledioni nuk ishte thjesht një njeri nga e kaluara, ai ishte një copëz e shpirtit të saj, një kujtim që nuk ishte shuar kurrë. Në atë admirim të heshtur, fshihej një histori e vjetër, një lidhje që kishte njohur ditë të bukura dhe ndoshta edhe dhimbje, por që kishte lënë gjurmë të pashlyeshme. Ata kishin qenë dikur shumë më tepër se sa dy njerëz që njiheshin. Kishin ndarë ëndra, kishin ndërtuar plane, kishin besuar tek njëri tjetri me një sinqeritet të rrallë. Dhe tani, edhe pse koha kishte kaluar dhe rrugët e jetës mund t'i kishin larguar, sytë e Brikenës tregonin se ndjenjat nuk ishin zhdukur. Në mënyrën si ajo e shihte, kishte një përzierje dashurie, nostalgjie dhe një dëshirë të fshehtë për të rikthyer diçka që ndoshta nuk mund të kthehej më. Ledioni mund të mos e kuptonte plotësisht peshën e atij vështrimi, por për Brikenën, çdo sekondë që kalonte duke e parë ishte si një rikthim në kohë. Ajo e përjetonte sërish atë që kishin qenë dikur, sikur asgjë të mos kishte ndryshuar. Në heshtjen mes tyre flisnin kujtimet, dhe në sytë e saj ai mbetej ende dashuria e një epoke, një dashuri që pavarësisht gjithçkaje nuk kishte rreshtur kurrë se ekzistuari.